Kam një problem shumë të madh. Mama ime shkon te këto fallxhorët që gjoja gjejnë dhe bëjnë mirë, dhe ato i shkruajnë. Gjithmonë i them që mos shkoj, se kjo është ndaluar, mirë pa e shkon fshehur azimeje. Jo vetëm kaq, për njëra nga këto fallxhorët i ka thënë se nusja e dajës ju ka bërë magji me urgjenazje. Tani më thotë unë të shkoj të bëj magji nusës dajës me që ajo më na ka bërë neve. Qa me thonë? Kjo quhet dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Errësira mbi errësirat. Një nën që shkon në për magjistare, në për fallxhore, jo vetëm që shkon, që vajtja është të mohosh Zotin, po edhe i beson të mohosh Zotin për s'dyti. Do të shkosh të bësh magji tani, me që ato kanë thonë se filani të ka bërë magji, moho Zotin për streti. Kur do të zeni ndonjëherë mend, o njerëz, për të qenë radh par njerëz, pastaj nuk e di çfarë mund të jeni. Si mund të besoj njëri gjëra të tilla? Si mund shkoj njëri në përfallxor t'ju besoj? Këto gjëra bien ndesh me besimin. Pra nuk mund të jesh besimtar te Allahu dhe besimtar te fallxorët, nuk mund të jesh. O do të jesh besimtar në Zot, o besimtar në fallxore. Të dyja nuk shkojnë. Në momentin që beson fallxore ke dal nga besimi në Allah. Prandaj o nën e këtij vllai apo e kësaj motre pendohu te Allah, bjerë në shahadet, futu dhe i herë në Islam, hiq dorë nga këto idiotliqe dhe besime dhe besytni, ktheu Zotit edhe mos bëj gjëra të tilla. Je në rrezik të madh me këto veprime.